Vetëm të kërkoj një vendim, po praktikisht t'i diktoj gjykatës kushtetuese se çfarë vendimi duhet marrë. Sigurisht të isha antar i gjykatës kushtetuese, do qeshja me këtë reagim të presidentit të Republikës, sepse po ta merja seriozisht, situata do ishte shumë serioze. Do thoja, ç'është ky kreu i ekzekutivit, në kuptimin kreu i shtetit, që i jep mend dhe përpiqet diktoj vullnetin e gjykatës supreme në Shqipëri. E qartë, po në qëndrimin tuaj vijon PD-ja dhe unë vetëm doja të them çfarë thot PD-ja dhe si përgjigjet presidenca, sepse Partia Demokratike kërkon shkarkimin e presidentit, ka depozituar madje në kuvend këtë kërkesë, është Gazmend Bardhi i cili thotë paktën në 7 raste presidenti i Republikës dhe i rendit ai ka shkelur kushtetutën. Përgjigjet Begaj dhe thot për pretendimin e Partisë Demokratike, presidenti deklarohet se janë të pavërteta dhe se është në përgjegjësinë e parlamentit të jetojë me transparencë dhe profesionalizëm të plot. Si ju duket tani kërkesa për shkarkim dhe përsëri përgjigjja e presidentit, ky raport i ri PD presidencë? Ne kemi një president aq dobët për shkak të mënyrës si është zgjedhur, për shkak se thjesht vullnetin e partisë në pushtet, saqë nuk mendoj që ja vlen të harxojmë 2 minuta kohë, jo më të ngrem komisione kështu me radhë për shkarkuar një president që kuptohet që nuk ka pikë në autonomisë, nuk ka pikë në peshë institucionale. Kanë frikë edhe shumica e qytetarëve të Shqipërisë nuk e njohin ende emrin. Domethënë, edhe sikur ta shkarkonin zotin Begaj që asnjë parti opozitare duke përfshirë dhe ne nuk e ka forcë numerike, përsëri zoti Rama do të vendoste një Begaj të dytë, domethënë një noter në president që do të vuloste. Domethënë problemi është shumë më i thellë se kaq, kështu që unë nuk mendoj se ne do të harxojmë kohë me këtë çështje. Partia Demokratike me sa duhet ka kop boll. Merret me çdo lloj kauze që i vjen përpara. Domethënë nga rrëbuja në parlament tek shkarkimi i presidentit të Republikës. Ne do të flasim për problemet e qytetarëve, ne edhe në rastin e fushatës zgjedhjeve në Tiranë, ne po studiojmë zgjidhjet më të mira për qytetarët e Tiranës dhe kohën e kemi shumë të çmuar. E kuptoj.